falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Numri i muajve që nga koha e krijimit të qiellit dhe tokës është 12, as më shumë dhe as më pak. Kështu Zoti i Madhreshëm deklaron në Kur'an, në kapitullin e Tawba thotë: Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Vërtet numri i muajve tek Allahu që nga koha krijimit të qiellit dhe tokës është 12, 4 nga ta janë të mëdhej ose të shenjtë. Dhe duke qenë se ky është numri i muajve, nuk janë të gjithë të njëjtë për nga vlera. Allahu i Madhreshëm është krijuesi i çdo gjëje dhe është e drejtë ekskluzive e tij t'i dallon disa muaj nga të tjerë, sikur që ka dallu disa ditë nga të tjerë. E ka dallu ditën e premte nga ditët e tjera të javës, muajin e Ramazanit nga muajt të tjerë e kështu me radhë. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, tani më veç kemi hyrë në muajin Shaban. Muaji Shaban është muaji para muajit Ramazan. Praktikisht është një sinjal i afrimit të muajit të Ramazanit. Dhe zakonshëm ka qenë traditë profetike Muhamedit alayhis salam që të lanson mesazhe inkurajuese në këtë muaj për të sinjalizuar, për të treguar se po afrohet Ramazani. Dhe në anën tjetër, në këtë muaj pejgamberi alayhis salam zakonshëm ka pas një agjendë, ka pas një program ndryshe nga muajt të tjerë të vitit. E tëra kjo për të treguar se po afrohet një muaj i madhreshëm. Dhe unë dua për pak çastje që ta shpalosi agjendën e pejgamberit alayhis salam në këtë muaj, strategjinë e tij në këtë muaj, me qëllim që edhe ne të marrim shembull dhe njëkohësisht përfitojmë nga kjo çastje profetike. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, me hyrje të muajit Shaban, pejgamberi alayhis salam është përkushtuar në agjerim, ose thonë më mirë, i ka dhënë një vëmendje të veçantë agjerimit në këtë muaj. Ka agjeru më shumë se çdo muaj tjetër i vitit pas Ramazanit. Ka agjeru, po flasim agjerim vullnetar. Sa që Aisha, Allah qoftë e kënaqur me te, nëna e besimtarëve thotë, duke folë për agjerimin profetik në këtë muaj, thotë: Kana ahabba ash-shuhuri ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sha'ban. Muaji më i dashur tek pejgamberi alayhis salam për të agjeru ishte Shabani. Dhe aq shumë agjeronte, sa që thot e agjeronte tër muajin. Në një transmetim ka ardhur pas një pjesë të vogël, pra pjesën ndërmuese të muajit Shaban e agjeronte pejgamberi alayhis salam. Patjetër të ndershëm vëllezër, në këtë strategji ka mësime. Në radhë parë, pra vetën pa vlera agjerimit vullnetar. Dhe sa herë kemi folë të ndershëm vëllezër, kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam në një thënie profetike për një ditë agjerimi vullnetar. Ka thonë nuk ka rob i Zotit që agjeron një ditë për hir të Zotit, vetëm se Allahu e largon nga zjarri 70 vite. Një ditë agjerimi. Prandaj i ka dhënë rëndësi të madhe pejgamberit sa agjerimit vullnetar. Në radhë dytë vëhet në pah shtimi i agjerimin këtë muaj për të parapërgatitur për garën e madhe. Pra, muaji Shaban është koha parapërgatitore për garën e madhe të Ramazanit. Dhe zakonshëm, pra nga këtu mund të marrim, mund të justifikohemi me çdo lloj gare, me çdo lloj provimi. Ramazani është edhe provim vëllezër. Përveç që është garë, është edhe testim, është provim. Në provim nuk është mirë me hinë në durë në gjepë, as ishtë të populli. Në provim du të me mësu më herët për me hinë provim, me dhonë provimin. Pra, për garat mëdhaja, flasin ata që në më thirur, po nëse sportisti shkon qashtu qysh është prej shtratit në garë, pra, gjithsesi që dështimi është me afër fitores. Dështimi është me afër se sa fitoria. Dështimi është me afër se sa fitoria. Prandaj pejgamberi alayhis salam një muajin Shaban ka agjeru. Gjithsesi, për të na sinjalizuar neve se përgatituni, mos hini drejt në Ramazan në agjerim, sepse siç kemi thonë edhe viteve të kaluara, ata që nuk agjerojnë gjatë vitit ditë vullnetare, patjetër java e parë e Ramazanit ju shkon
duke u ambientu me atmosferën, kogdhimbja e problemet të tjera. Agjerimin këtë muj përveç sevapit që ka shpërblimit, por është përgatitje për një garë. Prandaj o vëllezër, ata që kanë ditë të mbetura nga Ramazani kaluar, është faza e funit, momenti i funit mi kompletu ditët e Ramazanit kalun. Farës janë, por edhe në i ditë, ai që ka mundësi me agjeru, është një para përgatitje përveç shpërblimit. Kjo ishte strategjia e parë. Strategjia e dytë e pejgamberit alayhisalam ishte njoftimi i shokëve të tij dhe i ummetit se ky muaj është i veçantë te Zoti. Dhe lidhur me këtë, i ka bë përshtypje një shokut të tij, që e ka pas emrin Usame bin Zeidi, një ditë po i drejtohet pejgamberit alayhisalam dhe po i thotë: "O i dërguari i Zotit, unë po të vrej që në këtë muaj po agjeron më tepër se sa në muaj tjerë. A ka, sikur ka dashur me pyet, a ka ndonjë specifik, a ka ndonjë të veçantë?" E ju ka përgjigj pejgamberi alayhisalam duke i thonë: "Dhaka shahrun yaghfalu an-nasu an." I ka thonë: "Ky është një muaj që shumë njerëz janë pa kujdesi, janë gaflet për ta. Ky është mes muajit të Rexheb edhe Ramazan, për muaj Shaban. Shumë njerëz janë pa kujdesi për vlerat e tij." Pastaj ka thonë: "Në këtë muaj ngriten veprat e Zotit botrave. Dhe unë dua që kur veprat e mia të ngriten te Zoti, të paraqiten te Zoti, të raportohet për mua që më agjerueshëm." Që kjo është thonja, po nxjerrim edhe nga, po themi nga ky stacion, nga kjo strategji mësime. Për mësimeve që nxjerrim të ndershëm vëllezër është se këtu vëhet në pa mëshira pejgamberit alayhisalam për ummetin. Llogaritin të ndershëm vëllezër, para 1500 vjete, atëherë kur nuk ka pas teknologji dhe njerëzit më pak kanë qenë të prirë për jetën e kësaj bote. Më shumë janë kanë të lidhur me botën tjetër, ka thonë, shumë njerëz janë gaflet, janë pa kujdesi. Po 15 shekuj mas kësaj fjale, po në këtë kohën tonë vëllezër, qysh nuk jemi në gaflet? Prandaj pejgamberi alayhisalam na i kujton muajin Shaban, sikur do të më thonë, o njerëz, po ju vjen juve një muaj shumë i madh, muaji i faljes, muaji i Ramazanit, muaji i jetës. Ramazani është sezoni i jetës. Prandaj këndelluni. Prandaj dhe ka thonë shumë njerëz janë gaflet, në pakujdesi. Të ndershëm vëllezër, pakujdesia është storje e dështimit. Gafleti është storje e dështimit. Është regres, është humbje, është pesimizëm, është dështimi i jetës në përgjithësi, është pendim dhe keqardhje, është sytje gjallëzore. Për atë arsye Zoti i Madhërisht shumë flet në Kur'an për pakujdesin. Unë një citat po e theksoj mesin e 10 qindrave të citate, në surën Qaf Allahu thotë kështu: "Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid." Allahu flet për njeriu që vdes dhe ka harru që ku është dhe ku do të shkon. Thotë, ti vërtet ke qenë një gaflet të madh në jetën e kësaj bote. Ke qenë një pakujdesi të madhe. Ke menduar që je kriju veç për me jetu. E sot, pasi që vdes, thotë Allah, sot ta largum perdën dhe tani sytë e tu e shikojnë realitetin shumë fuqishëm. Por Zoti këtu e ka përmend që shumë njerëz janë gaflet në përgjithësi, por madje edhe ne, për shkak të angazhimeve tona ditore, e tjetës së përditshme, prandaj edhe pejgamberi alayhisalam ne ka kujtuar se muaji Shaban është një sinjal, pra përgatit një agjencë se po vi muaji Ramazanit. Mësimi tjetër që nxjerrët të ndershëm vëllezër është se vërtet muaji Shaban është sezon vjetore. Është një sezon që duhet me mirë shfrytzu, për atë arsye shpallja ka fol për te. Çdo kund ku shpallja flet, përfiton nga ajo. Mësimi tjetër është të ndershëm vëllezër se në këtë muaj, muajin Shaban, pra raportohet në mënyrë gjenerale për secilin veç e veç të Zotit i Madhërisht. Kam fol për këtë temë çdo vit, po ja vlen me përsërit sepse përfitojmë. Pra të ndershëm vëllezër, ne të gjithë e dim se në 3 forma raportohet për secilin veç e veç. Raportohet në formë ditore, kështu thot pejgamberi alayhisalam, 2 herë në ditë raportohet për secilin te Zoti. Melaçet, engjëjt 2 herë në ditë raportojnë për secilin veç e veç. Namazin e sabahut dhe namazin e ikindis. Çdo ditë në këtë kohë engjëjt raportojnë për secilin. Raportohet në formë javore, ditën e hanë dhe në ditën e ajete. Për secilin veç e veç raportohet. Pastaj është një raportim më i veçantë
më i përgjithshëm, më konkret në muajin Shaban që jemi tani. Për atë arsye tha pejgamberi alayhis salam, unë po agjeroj kaq shumë këtë muaj, sepse në këtë muaj raportohet te Zoti i Madhërisëm dhe unë dua që kur të raportohet për mua të jem agjerueshëm. Pra i bie të ndershëm vëllezër se nëse pejgamberit alayhis salam ju kanë fal krejt gjunahet e kaluar dhe të ardhme, edhe ka qenë kaq i kujdesshëm për agjerimin, i bie që në këtë kohën që ne po jetojmë, tani edhe freskët, edhe dita e shkurt, edhe nuk flitet më për ushqim kemi apo nuk kemi, kjo i bie që pra ta shfrytëzojmë kohën për agjerim. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, mësimet janë edhe të shumta, do të vazhdojmë pjesën 2 të hutbes. Lusim Allahun e Madhërisëm që ta mundson që të përfitojmë nga ky muaj i begat. E them këtë që dëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësi i madh. Të ndershëm vëllezër, të pranishëm, mësimi dhe strategjia profetike në këtë muaj ka qenë e larmishme dhe e lloj-llojshme, gjithsesi inkurajuese, motivuese, që neve më na tregu se vërtet pra ajo që ju pret juve është më e mirë se ajo që ka kalu, pra që po vije muaj begat i Ramazanit. Mirë, po patjetër që edhe këtij muaji ja ka dhënë ngjyrimin e tij dhe pozitën që meriton. Në mesin e strategjisë që i ka pas pejgamberi sa këtë muaj Shaban, është se ka sinjalizu, ka lansu mesazh të pajtimit me Zotin e Madhërisëm këtë muaj dhe pajtimin me njëri tjetrin këtë muaj para se të vinë Ramazan. Tekstualisht në një thoni ka thonë Muhamedi alayhis salam kështu: kur të vije mesi, nata e mesit muajit Shaban, Zoti i Madhërisëm i shikon krijesat e tij dhe i fal të gjithë, përveç jo besimtarve dhe atyre që kanë mosmarrveshje me zveti. Ju thot Zoti, leni kështu derisa të pajtohen. Që kjo është thonja profetike dhe ne duam të nxjerrim edhe një mesazh, edhe një mësim këtu. Pra, kur të vije mesi këtij muajit, Zoti i Madhërisëm i fal të gjitha krijesat e robët e tij, përveç atyre që janë jo besimtar dhe atyre që janë besimtar, po kanë mosmarrveshje me zveti, kanë zonka, janë prish me zveti. Ju thot Zoti, leni derisa të pajtohen. Mesazhi që nxirret nga këtu të ndershëm vëllezër është se po afrohet muaji i Ramazanit. Mos hini në Ramazan pa u pajtu me Allahun. E çysh është pajtimi me Allahun? Shton e pendimin, sepse gjatë vitit kemi mkatu, kemi gabu. Shton e pendimin, shton e kërkim faljen. Pra, pastrohuni në raport me Zotin, me qëllim që kur të hini në Ramazan, krejt Ramazani le të jetë në funksionin e juve. Pra, shkruhet çdo mund në Ramazan në favorin në adresën tonë. Dhe e dyta, mos hini në Ramazan pa u pajtu me njëri tjetrin, sepse është muaji i faljes. Është muaji i faljes, tonë në Ramazanin na shoqëron një lutje që është e njohur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tonë në Ramazanin e thojmë këtë lutje, sidomos dhjeçin e fundit. O Allah, ti je falës, e don faljen shumë, falu mu. E qysh Allah mu na fal neve, nëse na nuk e falmi vllaun, nëse nuk e falmi mikun, nëse nuk e falmi ato që i falmi bashkë me te. Pra të ndershëm vëllezër, për ta përmbyll hutbën, Allahu na don të bashkuar. Allahu na don kur jemi të pastruar, në raport me Zotin, por edhe në raport me njëri tjetrin. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë muaj, edhe për të ngritur shpirtërisht, edhe për ta fisnikruar shpirtin ton, por dhe për të pajtuar me njëri tjetrin, sepse vetëm ky pajtim na afron te Zoti. Mirë, po ky pajtim është një fuqi që neve na duhet si shoqëri, neve na duhet si vend, neve na duhet si kombë, që ne të jemi bashkë, të jemi unik. Pra mësimet hynore na bojnë të bashkuar. Mësimet e Zotit na bojnë unik, dhe është Zoti i Madhërisëm që të jemi bashkë gjithmonë. Zoti i Madhërisëm na mëson ta shfrytëzojmë këtë muaj të begat, na pastron Zoti nga mëkatet, ti fal mëkatet tona të juaj, për vetëm tuaj. Lutim Allahun që ti shëron të smorit tan, ti të kalon krizat për atyre që kanë kriza dhe vështirësi dhe ti mëshiron të vdekurit tan.